Në shtëpinë e Big Brother Kosova, pas debateve të forta dhe tensioneve të hapura, vijnë edhe momente reflektimi, ku fjalët peshohen më shumë dhe qëndrimet shfaqen me maturi. Një nga këto momente ishte pyetja e drejt për drejt e Arditit ndaj Albës, një pyetje që në dukje ishte e thjeshtë, por që mbante brenda saj shumë nënkuptime, apo bëjnë lojë Dolce dhe Limi, apo mes tyre ka ndjenja të vërteta. Kjo pyetje erdhi në një moment delikat për shtëpinë. Marrëdhënia mes Dolces dhe Limit kishte qenë një nga temat më të diskutuara ditët e fundit. Afërsia e tyre, sjellja e përbashkët, batutat, shikimet dhe koha e kaluar bashkë kishin ngritur dyshime tek banorët. Disa e shihnin si strategji të pastër loje, të tjerë si një lidhje që po lindte natyrshëm brenda mureve të shtëpisë. Pikërisht për këtë arsye, Arditi vendosi të artikulojë atë që shumë po mendonin, duke ja drejtuar pyetjen Albës. Alba, e cila sapo kishte kaluar një përballje të fortë emocionale, u përball me këtë pyetje me qetësi të papritur. Për disa sekonda, ajo heshti, duke menduar mirë përgjigjen. Ishte e qartë se ajo nuk donte të futej në një tjetër konflikt, as të hidhte akuza të reja. Dhe pikërisht këtu u pa një anë tjetër e saj, më e matur, më e pjekur dhe më e përmbajtur. Mua nuk më takon të flas, tha Alba, duke vendosur një kufi të qartë. Kjo fjali u ndje si një ndalesë për çdo përpjekje për ta futur atë në një tjetër debat. Ajo e bëri të qartë se nuk dëshironte të gjykonte ndjenjat apo qëllimet e askujt. Në një lojë ku shumica e banorëve komentojnë gjithçka, kjo zgjedhje për të heshtur dhe për të mos akuzuar ishte domethënëse, por Alba nuk u ndal me kaq. Ajo vazhdoi, duke shtuar një dimension njerëzor në përgjigjen e saj. Por ata, në rast se duhen vërtet, ju uroj shëndet, tha ajo. Kjo fjali ndryshoi menjëherë tonin e bisedës. Nga një pyetje që mund të kishte ndezur polemika, situata u kthye në një moment reflektimi dhe tolerance. Alba tregoi se, pavarësisht gjithçkaje që kishte ndodhur më parë, ajo ishte e aftë të ndante ndjenjat personale nga realiteti i të tjerëve, kur shtoi duken çift simpatik, shumë banorë u habitën. Ky koment u pa si një hap drejt qetësimit të situatës dhe një shenjë pjekurie emocionale. Alba nuk mohoi se kishte pasur dyshime apo ndjenja të forta më herët, por ajo zgjodhi të mos ushqente më tension. Përkundrazi, ajo vendosi të tregojë respekt për atë që mund të jetë një lidhje reale. Reagimet brenda shtëpisë ishin të ndryshme. Disa banorë e pan këtë qëndrim si një fitore morale për Albën. Të tjerë menduan se ajo po përpiqej të ruante imazhin e saj para publikut. Por pavarësisht interpretimeve, ishte e qartë se Alba kishte zgjedhur një rrugë më të qetë. Larg akuzave dhe përplasjeve të drejtë për drejta, Arditi, nga ana e tij, e priti përgjigjen me respekt. Pyetja e tij nuk ishte provokuese, por kërkuese një mendimi. Ai përfaqësonte zërin e publikut, që kërkon të kuptojë se çfarë është reale dhe çfarë është strategji në këtë lojë. Dhe përgjigjja e Albës, edhe pse nuk dha një verdikt të qartë, dha diçka më të rëndësishme, një shembull se si mund të flitet pa sulmuar. Marrëdhënia mes Dolces dhe Limit pas këtij momenti u vu edhe më shumë në qendër të vëmendjes. Çdo veprim i tyre u analizua me kujdes. Por fjalët e Albës krijuan një lloj mburoje morale. Ajo nuk i shpalli fajtor, nuk i quajti manipulues, por as nuk i glorifikoi. Ajo la hapësirë për të vërtetën, cila do qoftë ajo. Publiku jashtë shtëpisë reagoi gjerësisht. Shumë e vlerësuan Albën për pjekurinë dhe qetësinë. Disa komentuan se ky ishte një nga momentet më njerëzore të saj në lojë. Të tjerë vazhduan të dyshojnë për Dolcen dhe Limin, duke i parë si lojtar të fortë strategjik. Por një gjë ishte e qartë. Kjo situatë nuk u ndez në konflikt, por u mbyll me një mesazh tolerance. Ky moment tregoi edhe një herë se Big Brother Kosova nuk është vetëm skenë debatesh të ashpra. Është edhe vend ku shihen transformime personale. Alba, e cila më herët kishte shpërthyer me emocione, tani po tregonte një anë më të kontrolluar dhe më të mençur të lojës së saj. Kjo e bën rrugëtimin e saj edhe më interesant për të ndjekur. Në fund, pyetja e Arditit dhe përgjigjja e Albës mbeten si një nga momentet më të balancuara të këtij edicioni. Jo sepse dhanë përgjigje të prerë, por sepse treguan se edhe në mes të lojës mund të zgjidhet respekti mbi konfliktin. Dhe nëse Dolce dhe Limi vërtet duhen, ashtu siç tha Alba, atëherë u mbetet vetëm një urim, shëndet, qetësi dhe sinqeritet brenda dhe jashtë shtëpisë së Big Brother Kosova.